Na jemi arbresh. Mbronje Shqipëri, virgjëreshës edhe lirë, më me lartë dhe Perëndi, që na jepë shikë të mirë, ti që ruajtë gishranë, të mos mirjën shejtë mbes, te kundodhen edhe janë, arbreshve ti kujde, te kundodhen edhe janë, arbreshve ti kujde. U jam gëzuar se jerdët të hora e arbreshvet. O moj ti me sin të zi, ti qke floket posjer, e jam me zin të temar, se posarde do të vi. O moj ti me sin të zi, ti qke floket posjer. Gluha arbreshe, nëse ti shkon në qamri të veriu e Grekisë, të bjetë të sitë dhe të veshtë, se gjuha jonë është shumë, i ngjan shumë asaj gjuhë. Atëherë, kur na flasim me një qam, flasim të njëjtën gjuhë. Sot tu të hora arbreshvet flasim akoma gjuhën e të parve. E shprania e disa terme, e disa fjalë greke. Të 100 fjalë, më kemi 4-5 fjalë që janë greke, si gajdur, si skomoris, por disa njerëz thonë se ok, na kemi disa fjalë greke, atëherë ne jemi grek. Por na kemi një gjuhë, që është gjuhë arbreshe, që për 9/800 ka fjalë arbreshe, jo? E vetëm për 100 ka fjalë greke. Atëherë na kemi një gjuhë arbreshe, që ka disa fjalë greke, nuk kemi një gjuhë greke. Sot gjuha jonë ka marrë shumë fjalë nga italishta, nga gjuha siciliane, se ka pasur kontakte e zhvillimin ka pasur tu, është normal, se gjuha është një gjë dinamike, që merresh edhe shumë ka vendit e ku flitet. Unë kam vërej dhe toponimin, për shembull po veçoj fjalën Himara. E kam vërejtur këtu është një rrugë që quhet Himara, ose një vend pushim që quhet Vale Himara. Me thënë shumë e pranishme fjala Himara. Atëherë nuk janë prova historike që thonë se na erdhëm ka ky vend pikërisht. Por fjala Himare ka qenë gjithmonë e përdorur te udhat, te diganet. Atëherë mendoj që më janë shumë mundësit se na erdhëm ka Himare. Është një hipotezë të gjejmë në mes të lëmit të historisë peun tënë, sepse na nuk e dim qytetin, se kur erdhën arbreshtu ata flisin edhe gjuhën latine, ndërtuan kishin, atëherë kishin edhe kompetenca shumë të madhe, nuk kishin të improvizuar, kupton. Ne jemi bizantinira, katolikëra, ka 100 vjetë që priftërat tanë, atërat tanë priftëra, filluan dhe përkthejnë nga grekishtja lutjet të kishës sënë bizantine në gjuhën arbreshe. Filluan të botojnë edhe një revist Fjala e Tinzoti, që ishtë një fletë të dieljes, shkruar gjithë arbrishtët, e ku gjindja, besimtarët kishën ungjilin, edhe predikimin, edhe tjerë lutje
shkruar arbërisht, të fillojnë të këndojnë jo greqisht, sepse nuk e kuptojnë më, por të këndojnë me gjuhën e tyre që kuptojnë. Si regjiroi Avgusti mbi dheun, shumë parësia e njerëzve kishë pushuar, si ti u mishirove pajtë dëlirës, lutësia e i dhujnëve të prish. Veshje ka 50 vjet. Të e veshur e buri mëma me dorë të saja gjithë. Kjo në cilana e mandilina. E rahamarti gjithë mëma. E buri di, një për mua e një për motrën time. Kjo gjiponi vuhet të dimbre, të veshur na e vum të ditë e pashkve, e vemi të klisha, të funksiona. E më dhe ma të keshtunje e madhe. Të një ditë festje, o të matrimoniu. Një vuhet gjiponi, me vuhet linja, me shkokat të krahtë, e keza me verin. Apprezu janë pindajet e kurqeta. Ki rusarje që bun pjesë me vestën, me cilonën, raffigurar l'elemento religioso të pethkave. Ki arë, brezi, importante për të veshurën tënë. Ki, allora, brezi me shingjergin. Ki gjithë argento. E kemi edhe brezin me shumbrin e dhitrjes. Ki ka argento e pjesë ari. Ma janë tjerë breze që kanë tjerë shejtra. Brezin e kjahë dhëndri të shpia të nusës, të nuseria. Të këtë dirja pranë buhet sfilata në kjacë, e janë gjithë vajzat veshur arbrisht, me rtopethka, me cilona, me gjëronë, me 2 o me 3 o me pampinijë, që janë të veshura diverse, ka kjo e sfilarjen të kjaca. Këta janë gjithë arët të horës që bujëm na, kemi un laboratori artigianale, e jemi katëhuezer bashkë me tatën, e sa me bujëm gjithë arit dhe la kultura, proprio arbresh të horës. Këta janë pindajet, këtu, janë ari, rubini e perle, pran kemi këtu rusarin, me i granati, le perle, le sfere in filigrana, ertu una miniatura me shumbrinë, pranë ertu kemi njatër
Një parë origine që am pindajet sempre, me rubini e diamanti. Kinjat breze, sempre argent, me shumë brinë. Këtu kemi un'asen, që l'anello a toppa, që vjen l'anello di fidanzamento. Këtu kemi orecchini a pennellino që janë molto tradizionali të Horës, me gli smalti a fuoco, perle e coralli. E però këtu kemi un altro battipetto, sempre in argento, oro, rubini e diamanti. Tata ka 55 anni që bunë është arte, e që pranë ne trasmettirtimi dhe maneve, na continuarim ancora të bujëm. Kjo furrja l'antika, antikamente furret ishin gjithë shto, burë me gurin. Kjo balovit, na mbrëvën të vumë, e qeljëm, e kje për kalori e kjaurëm, e ngrohet furrëm, e pranijëm edhe ma kjaurin mirë të buka. Shta brumit të ngridur, na uzarim drist vërto të dherave tanë. E ta brumit të ngridur, na kemi ka një uzajem, ta na e ngrëjem, e bujem sempre, e vum mirët të dherave tanë, e vum ta, bujem që kish me dore. E bunen natën, për që duke shumë kira. E për anë, si komu një ka gjithë naturali, buka nduris shumë, nduris anki një javë, 3 det, 4 det, pa kongelar, kërë pa mosgje. E kjo buka. Kam më shumë se 30 anni që zura të buja e vere, përqë kam një copë dhe, proprio të mali i Saravullit. Për mua kleo, kur isha fumik, i shikër të burë, të gjindë ansianë që veje pënojën, veje shurbejnë të dhera, e bujnë të rrushëra që ishën rrushëra komune, nëzë janë rrushëra speciale. Rrushë më komune të Hore ishka të ratë, që një vere bardë, pra më bujnë një skaj vere zezë, pero më bishkarin e bujnë të rrushëra, që ishën rrushëra një skaj ordinari, në ishën rrushëra burë me kriterjet të mira. Për mua gleo një skumis atë të buja një kantinë e vogël të Hora, e të buja un puntino të Hora, të ku Bedema l'enologia që të gjithë Sicilia ormai è un'enologia importante, ti ishim anche bedema un punto di riferimento di Hora. Code, 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 Liti leve, liti urrite, sa me gluhën shkripen vite, bun pujetin shkruan e lijen, e frangindes jarë fijen. Një burë më tha, rrenjët tona duan ujet, e ujet që i japim na është muzika, është kultura. Shtu Ardugama më ndërritet. Gjuhën na mësovëm në shpe, me mëmën e me tatën. Nga që me të vegi, na flasim arbrisht, pak shqiptar. Jemi shumë grenar, kemi shumë derë të flasim gjuhën arbreshe, edhe pak shqip. Sepse kemi në zëmbër e kemi shqiperin, nuk e harrojnë. Fjala me bukur në arbrisht ishte dashuria. Se ishte një fjallë shumë e bukur për neve, për që vje kupton për neve një sentiment i fort që kemi me një gjinde. Ishin një dita të
për